Dhe tradita juaj, edhe tradita ime tani, është bërë, ka qenë që e vendosi i gjella në tepsi. Ushqimin tepsi. Te ne nuk është vendosur tepsi. Ne jashtë nga televizioni, atëre televizioni anatemohej, po na prish fëmijët, po na prish brezin e ri, apo jo. Mbaj mend për shembull burri im thoshte shpesh, baba nuk na lindë të hapim televizorin pas një ore të caktuar. E madhe ndaj meje. E kanë pasur një, si them, një qasje ndaj okupatorit, se dhe ati o fol ka që nga një emër Vasilka, më duket. Edhe shpesh ma kanë ngatruar. Emri Vasilika rrjedh, faktikisht jam myslimane. Është shumë kënaqësi për mua që sot në këtë epizod ta kem zonjën Vasilika Zotaj. Zonja Vasilika, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta Vlera, dhe për mua është kënaqësi e madhe shumë. Edhe dua të ndaj dhe një lajm që e kam podcastin e parë. Kështu që keni privilegjin që të jem për herë të parë në podcastin e parë të juve. Shumë faleminderit, po gëzohem edhe unë shumë, për ndryshe ju keni qenë në media, do thotë edhe e keni atë eksperiencën ose përvojën. Mirë, po podcasti e ka atë natyrën pak më të lirshme dhe më kështu më të veçantë. Muhabet i lirë. Zonja Vasilika, ne e dim që ju që afërsisht 30 vite jeni do thot në Kosovë dhe pse jeni nga Shqipëria me prejardhje, tani mund të na tregoni më gjërësisht prejardhjen konkretisht edhe ato komplet ndryshimet. Si e kujtoni Kosovën e para 27 viteve? Përpara se të filloj të flas për kujtimet e mia, dua për juve dhe për teleshikuesin tuaj t'ju tregoj pak nga vi. Faktikisht. Në momentin që e shikojnë nga vi, ndoshta edhe më mirë kuptojnë pak më shumë. Unë e kam pak interesante, sepse e kam bërë bashkimin kombëtar që përflitet me aq të madhe dhe që e duam neve kaq shumë neve shqiptarët, e kam bërë para shumë vitesh. Që në 91 jam njohur me burrin tim, nga ata shqiptarët e Kosovës që kanë ardhur në Shqipëri. Aty jam njohur rastësisht edhe ka qenë një lloj kurioziteti për Kosovën. Kam dëgjuar shpesh për Kosovën nga babai im. Babai im ka qenë partizan i kohës luftës dytë botërore. Në 1945 në ka qenë Mitrovic. Neve dim që shërodhen situatat politike atëherë në Shqipëri dhe ka qenë e pamundur që ai të vinte në Kosovë dhe ka pas një pikë, një ëndër të paralizuar ardhjen në Kosovë. Edhe shpesh na fliste për Kosovën, edhe neve fëmijët në atë memorien tonë të fshehur, na anguliten pak ato thënjet e prindërve, dëshirat e prindërve, kujtimet e prindërve, dhe unë kisha kuriozitet. Baba im nuk mundi të vinte në Kosovë, se ndroi jetë në vitin 1985, edhe pak ishte pak një lloj si amaneti i babait tim. Neve gjitha nënat e kemi babain, e kemi atë princin e parë të kaltërt, se më vonë pastaj fillojmë ato princin e kaltërt vërtet, po princi i parë i kaltërt është babai dhe kujtimet më të mira për babain tim dhe më dukej pak si një lloj amaneti. Dhe në momenti që e njoha një shqiptar të Kosovës, ishte pak përtej asaj goditjes parë, ishte edhe një lloj kurioziteti pak. Edhe kështu nisi kjo punë, edhe përfundoi, sot jam bërë edhe gjyshe me këtë shqiptarin e Kosovës. Jemi bërë domethënë gjyshe dhe gjysh me këtë shqiptarin e Kosovës. Me origjinë jam nga Vlora. Jam baban e kam pas oficer, edhe ka jetuar në për shumë qytete të ndryshme. Domethënë oficerët në atë kohën e sistemit kanë qenë me torb në krah, ku e kërkonte detyra ata shkonin. Edhe ne kemi qenë në disa qytete, po origjinën e prindërve kam nga Vlora, jemi rritur në Fier, prej 30 vjetësh familjen e kam Tiranë. Shqiptarin e Kosovës, burrin tim e kam nga Mitrovica, edhe jetojmë në Prishtinë. Lëvizje shumë, do thotë e njohur me shumë kultura, ndoshta detaje, sepse ne jemi një, mirë, po gjithsesi që janë, do thotë kemi dallime në atë disa pjesë të traditave, të parimeve sociale në bazë të cilave ne jetojmë. Po, kemi dallime, për shembull dallimi është në gjuhë, është përtej që është shqip, por dallimi gegnishtes dhe toskrishtes. Ndërsa të gjithë këto rajone kanë atë veçantinë e vet, kanë veçantitë e veta. Për shembull ta zëm edhe kulinari.
Gjithse cili nga këto qytete e ka atë ushqimin e vetë special. Do me thënë, për neve kjo është, si them, unë për te që i kam shtuar edhe ushqimin e Kosovës, kam sjellë edhe në Kosovë edhe ushqimin e Shqipërisë. Se kemi pak dallim në ndryshimin e kulinarisë. Për shembull neve mbizotron ushqimi mesdhetar më shumë, ndërsa në Kosovë mbizotron ushqimi i Turqisë më shumë. A ka qenë e vështirë për ju, zonja Vasilika, me u përshtat me ushqimin e Kosovës në atë kohë? Nuk ka qenë i vështirë përshtatja në ushqim, sepse kemi gatuar dhe neve ushqimet Kosovës, të Turqisë, po ka qenë mënyra e servimit të ushqimit. Për shembull, unë mbaj mend kam qenë unë e re, edhe tradita juaj, edhe tradita ime tani, ka qenë që e vendosej gjella në tepsi. Ushqimin tepsi. Te ne nuk është vendosur tepsi. Edhe unë kam qenë nuse re dhe minte si turp pak të zgjasja dorën. Gjithë ata hanin pas një lloj kompleksi se ishte tradita e tyre. Edhe derisa vjera ime e cila ka qenë një grua shumë e mirë, e kuptoj, edhe më ndaj pak ushqimin në pjatë, se vërtet atëre ka qenë pak e vështirë. Për mua dhe mbetesha edhe pa ngrënë, sepse pozicioni pak i vështirë, nusja e re nuk i njihja mirë rrethin, dhe nuk isha mësuar me atë mënyrë të ngrëni. Po këto janë gjërat vogla, absolutisht janë gjërat vogla. Vetëm dua t'rregoj që këto gjërat të vogla kanë qenë që neve na kanë darë. Ndryshe ka qenë, për mua ka qenë koha më e bukur, kur kam jetuar me shqiptarët e Kosovës, kam jetuar në Durrës 4 vjet. Me shqiptarët e Kosovës. Buri im ka qenë pak edhe koha e luftës, para luftës, vini shumë shqiptarët Kosovës. Ju keni jetuar atje fillimisht? Kemi jetuar atje, 2 djemtë kemi bërë atje. Edhe në 99 kemi ardhur këto. Bile buri im bënte shaka dhe qeshte dhe thoshte do shkojmë herë, 9 vjet kemi jetuar këtu, do shkojmë edhe në vendin tim 9 vjet, pastaj të shojmë bëjmë. Po neve vajzat jemi rritur me atë idenë që do shkojmë te burri. Normalisht. Absolutisht, nuk diskutohet asnjëherë burri nuk rritet me idenë që do shkojë te gruaja. Po ne me atë dhe kam ardhur me dëshirën më të madhe. Sinqerisht? Absolutisht, nuk kam hezituar absolutisht, ndërkohë kisha 2 fëmijë të lindur, i njihja mentalitetin pak a shumë se kam jetuar dhe atje me shqiptarët Kosovës, tash që ka qenë koha më e bukur. Edhe kam ardhur këtu me ato problemat. Problematikat e çdo familje të re. Normalisht. Nuk e mendoj që problematika ime ka qenë më e madhe, po problematika ka qenë e madhe sepse ka qenë pas luftës. Po, direkt. Periudha më kaotike. Më kaos edhe për juve që keni qenë në Kosovë, jo unë që nuk kisha qenë asnjëherë në Kosovë. Herë e parë që unë kam ardhur në Kosovë. Po nuk duhet të përdor ato klishet që të kthesha përsëri nga e para, përsëri do zgjidhja, po ka qenë një jetë e vështirë për si të gjithë, po ka qenë edhe interesante. Përvojë interesante. Interesantja e bën edhe të bukur. I përmendë zonja Vasilika fëmijët. Ju i keni 2 djemve, po. 2 djemë. A ka qenë prindërit zakonisht janë mes të 2 mënyrave ose të edukimit, gjithmonë. Gjithmonë njërin ndoshta ka një qasje tjetri, një qasje tjetër, mirë po me diskutim, me komunikim arrin që me gjetë një rrugë ndoshta të përbashkët. Për ju a ka qenë e vështirë me gjetë për shkak se keni qenë ndoshta botkuptime pak më të largëta dhe duke e ditë që Kosova dhe Shqipëria nuk e kanë pas këtë afërsi si që kemi sot, dhe fizike. Nuk njiheshin me njëri tjetrin, absolutisht. Unë që në fillim kam pas një problem me burrin tim. Neve në Shqipëri e dini juve që i vendosim emrat. Nuk ka emra kështu të bukur që i keni ju vlera edhe më tha mua haroja. Unë ndëroja që të bëja 2 vajza, edhe t'ja vendosja emrin kisha gjithë emrat, Stacy dhe Casey. Harroj tha burim që mund të vendosësh ndonjëherë emra, vetëm emra shqiptar dhe emrat e fëmijëve të mi janë Edon dhe Erblin, domethënë i kanë emrat i kanë të bukur. Kjo ka qenë domethënë burim e ka vendosur Vulën e vendimarrjes që në fillim, që në start. Domethënë me vendosjen e emrave ashtu që ka dashur ai, po normalisht edhe me përkrajën time se edhe mua më kanë pëlqyer shumë. Dhe tani çuditërisht në Shqipëri ka ndryshuar ky trendi shumë, emrat i vendosin shqip. Tash. Okay. Unë i kam për shembull djemtë e motrës, ata janë të rritur dhe po bëjnë fëmijë, edhe kanë vendosur emra të Kosovës, Dreni, Glauk, edhe unë kënaqem, domethënë që ka filluar dhe atje të ndryshoj dhe e kanë një lloj simpatie për shqiptarët e Kosovës për emrat që vendosin. Domethënë ju keni ndikuar pozitivisht në këtë drejtim në Shqipëri. Mendoj që këto kombinimet kanë qenë gjithmonë të nevojshme dhe të mira për shkak se po na bëjnë me ndjejat bashkimin edhe atë faktin që jemi të njëjtë pavarësisht që
e kemi një kufi, i kemi dy flamuj, po prapë se prapë ne jemi një. Absolutisht. Edhe po mësojmë nga të mirat e njëri tjetrit, po ka dhe disa anë negative, po këto janë pjesë e politikës që kanë ndikuar pak, se në jetën e përditshme shumë anë pozitive janë futur tek njëri tjetri. Ndërsa fëmijët kur ishin të vegjël, shkonin në shkollë. Unë i vogli ka qenë 3 muaj kur kemi ardhur. I madhi pa i bërë 3 vjetë, do me thënë kanë qenë shumë të vegjël. Kemi pas sfida, po sot flasim për gjëra të bukura, hiç mos flasim për sfida. Edhe ata flisnin si unë. Se rini me nënën e vet, kur thonë gjuha e nënës. Edhe më vjen për qesh kur e kujtoj ai i vogli për shembull, ka qenë shumë i përshtatshëm. Për shembull ta zëm thoshte e kanë vrarë kokën, thoshte mua. Sa e kthente kokën te anën nga babi vet, thoshte po më dhëm kryt për shembull. Direkt e thoshte si baba vet instinktivisht. Kur u ritën ranë edhe ata pak, si të them, s'mund të them pre, po si shoqëria e vet, bile djali madh thoshte që jo ma se po më bëj shaka dhe po tallën me mua dhe po thonë, ja, ky po na flet me gramatik. Edhe sot ti shikosh fëmijët e mi nuk i dallon në gjuhë, absolutisht, si gjithë të rinjt e Kosovës flasin, mundohen nga pak po stonojnë. Çfarë ndjesie është për ju si non kur i dëgjoni përderisa ju e keni rujt gjuhën tosk? Do thotë, a është në rregull është, po prapë se prapë ndjesia ju i përbrenda. Do të kishit dëshirë që ata të flisnin toskërishten? Të them të drejtën, mua më pëlqen shumë gegnishtja. Gegnishtja e ka një muzikalitet të paparë që nuk krahasohet me toskërishten. Toskërishtja e ka të rrjedhshmërinë të folur e ka pak më të shpejtë, është nga latinishtja pak, ndërsa gegnishtja e ka muzikalitetin shumë të bukur. Dhe kështu që nuk më vjen keq absolutisht, plus që ata po jetojnë në Kosovë. Unë jam e lumtur që ata e flasin gjuhën shqipe shumë mirë, por që flasin edhe gjuhë tjera të huaja, kjo për mua ka rëndësi. Po gegnishtja, unë kam edhe vet pak qef ta përdor, po nuk mundem, është e pamundur që ta përdor gegnishten, kështu që po e lë ta dëgjoj nga ata që e flasin gegnishten. Është e pamundur, po mendoni që është? E pamundur, nuk më shkon, nuk më ka lezet, nuk. Për shembull thosha, nuk kam pas qef në fillim të më dallonin që ishin nga Shqipëria dhe mundohesha pak të përshtatesha. Për shembull, a keni nuk thosha për shembull gjinse që themi ne, farmerka, po e thosha keq. Edhe kunata ime, mos e thuaj Melika, vazhdo me atë gjuhën e vet, se kam qef, gegnishtja më pëlqen, kam respekt për gjuhën gegnishte, plus është gjuha e të madhit Gjergjfishta. E shikojmë këngët më moderne, edhe në Shqipëri këndojnë gegnisht. Po, tash e kom. Po, kanë filluar edhe në Shqipëri gegnisht. Neve toskërishtja atje gjuha letrare, zyrtare është vendosur në kohën e sistemit të Enver Hoxhës, atëherë dihet që predominonte gjithë udhëheqësit kanë qenë pothuajse nga jugu. Dhe është ndikuar. Edhe është ndikuar dhe politikisht. Ne dim që politika ndikon vendime shumë të rëndësishme që për fat keq ato ndikojnë edhe për breza që do vinë. Ndoshta më vonë do mblidhe në një kongres gjuhëtarësh, më vonë do bëjnë ndonjë rishikim, që do ishte bukur ca gjëra thuhet, i thot gegnishtja, i thot shumë bukur. Për shembull neve themi sa i madh je në moshë, nuk shkon sa i madh është sa i lartë. E kupton? Juve thoni shumë bukur sa i vjetër, sa i ri, domethënë. Ka ca gjëra që duhen rregulluar, po t'ja u lëm gjuhëtarëve këtë punë. Po, gjithsesi, zonja Vasilika, ju do thot martesa 27 vjeçare janë disa vite në pyetje, mirë po, a vreni për këto 27 vite? Më falë, martesa nuk është 27 vjetë, këtu jam 27 vjetë, se unë martesën e kam bërë atje në Shqipëri. Unë me burin tim kam 35 vjetë. 35, do thotë që janë 35 vite martes janë, do thotë mjaftueshëm që me i po ato ndryshimet që ndodhin ndër gjenerata, nëse mund të them, ose gjatë lëvizjeve të viteve, për shkak se ne kur ishim duke biseduar dhe paraprakisht unë tregova distancën e fëmijëve që e kam të madhit gati 18 vjetë dhe të voglit 9 vite, edhe tash në mbledhjet e prindërve i vrej ato, ju tregova që i vrej ato dallimet që janë në mendësinë e prindërimit sot, do thotë që janë 8 vite në pyetje mes fëmijëve të mi. Edhe po ju te kjo pjesa e martesave, do thotë mënyrës si bëhet përzgjedhja, si shihet përgjegjësitë në martesë, a vreni ndryshime dhe apo shkojmë drejt ndryshimeve të mira? Si e konsideroni ju? Unë mendoj se pak ka ndryshuar prindërimi. Gjithmonë dëshira
për fëmijën e parë është maksimum, 10 ajo. Edhe atëherë ka qenë, edhe te prindrit tanë, edhe te unë, edhe te djali im që e ka një fëmijë. Nuk ndryshon shumë mënyra e prindërimit. Ndoshta mënyrat e transmetimit të dijes ka ndryshuar, po mënyrat e prindërimit, e them shpesh, emocionet e njeriu nuk ka ndryshuar që nga lartësia e lashtë. Janë të njëjtat, dashuria për fëmijën nuk ka ndryshuar, nuk ka si ndryshoj. Ajo është instinktive, nuk ka si ndryshoj. Instinkti nuk ndryshon. Nuk ka ndryshuar, si të them, dashuria, respekti për të vjetrit nuk ka ndryshuar. Mund të ke ndryshuar me doza pak, sepse dhe të vjetrit janë bërë pak më të pavarur dhe nuk ka nevojë shumë për ndihmën tonë. Do me thënë, pak ka ndryshuar, teknologjia ecën me ritme shumë shpejta, po emocionet në përgjithësi kanë mbetur të njëjtat. Filtri pastaj, për shfaqjen e këtyre emocioneve, filtri, ndoshta filtri ka ndryshuar. A është e mirë që ka ndryshuar filtri? Nuk ka logjik, nuk është e natyrshme mos të ndryshojë. Në gjithë këto ndryshime të mëdha, nuk mundet ne vetëm stopohemi në një vend dhe të ecim me ritme të shpejta në drejtime të tjera. Kështu që është tepër normal që ka ndryshuar. Kështu që duhet ta lëm të rrjedh dhe të shkojmë sipas rrjedhës, po mendoni? Unë mendoj që detyra jonë më e madhe është të fokusohemi tek përqimi i vlerave të fëmijëve tanë, përqimi i vlerave të familjes. Familja është ajo që bën që të ruhen shumë gjëra. Është një shprehje shumë e bukur që thonë Zoti nuk mund të ishte gjithkund, prandaj krijoi nenat. Dhe shteti nuk mund të jetë gjithkund, prandaj investon kaq fort te familja shteti. Për të forcuar familjen, se është ajo familje që e ruan perspektivën e fëmijëve. Është polici, është edukatori i familja, është kuzhinieri, është nutricionisti, gjithçka e bën një familje e shëndosh. Po, kthehemi zonja Vasilika prap se te kjo tema e prindërimit, do thotë është familja, koncepti familje është mendoj shumë i rëndësishëm, por për momentin vazhdojmë me një blok marketingu. E përmendet rëndësinë e konceptit familje, që është baza e ndërtimit të një fëmije. Mirë po ne sot e dim sa ndikim kanë rrjetet sociale, teknologjia në përgjithësi. A mendoni që edukimi i fëmijëve ishte më i lehtë kur nuk i kishim këtë zhvillim teknologjik, apo është e njëjtë, për shkak se ndikimi mendoj është sot jashtëzakonshëm? Po, patjetër, ndikimi po secila kohë e ka atë, si të them,
atë presionin e jashtëm. Për shembull dhe neve kemi pas presionin e jashtëm nga televizioni. Atëherë televizioni anatemohej, po na prish fëmijët, po na prish brezin e ri, apo jo. Mbaj mend për shembull burri im thoshte shpesh, baba nuk na lindet të hapim televizorin pas një ore të caktuar. Plus në Shqipëri sistemi i Enver Hoxhës e kishte kanalet i kishte shumë të reduktuar, orari i televizionit në orën 10 mbaronte televizioni, nuk kishte. Domethënë shpar si armiku ose prishësi i brezit të ri. Tani po shikohet telefoni prisht i brezit të ri. Ndikon, absolutisht që ndikon, po ndoshta ka edhe atë pozitivitetin e vet. Për shembull të bëjmë biseda me të rinjt, ti befasohesh kur e shikon çfarë njohurish ka. Çuditesh, njohuri të përgjithshme nga historia, nga politika, dhe për shumë gjëra, për shembull unë që e mbaj veten sikur di dhe burri im, edhe ai sikur di, kur i pyesin fëmijët, befasohemi sa dinë. Domethënë nuk që nga kaq negativ sa neve e anatemojmë, po ne duke mos ju përshtatur dot atyre, duke mos e ndjekur dot ritmin atyre, fillojmë e sulmojmë se jemi të pafuqishëm për të përshtatur. Kështu që unë jam për çfarë do lloj arritje teknologjike, po kur është në moshë e re, patjetër duhet kontrollohet nga prindërit. Se ka ndikuar. Për shembull kam dëgjuar një rast në Shqipëri, një vajzë e vogël kishte rënë pak pre. Këtë e di pak edhe pak e afër, domethënë nga nëna e asaj vajzës, kishte rënë pre e TikTokut, më duket, ose si jam përdoruese TikTokut, edhe nuk e njoh shumë mirë si platformë, ku një djalë i ri kishte abuzuar me foto. E kupton, dhe kishte filluar e kishte mashtruar. Domethënë duhet pa kujdes nga prindrit, sidomos kur janë të vegjël. Duhet folur absolutisht shumë, duhet kontrolluar. E di për shembull që Edi Rama e ndali TikTokun në vitin që shkoi, po e hapi prapë se është e pamundur, nuk mundesh, ka alternativa të tjera. Kështu që nuk mund ta ndalim neve zhvillimin e teknologjisë përveç me kontroll në moshën e re. Më pëlqej shumë pjesa ku that komplet këndvështrimi ju i saj përket teknologjisë. Mirë, po konkretisht pjesa ku thatë që ne jemi të pafuqishëm, ndoshta të menaxhohemi në raport me teknologjinë, dhe mandej forma më lehtë është ta kundërshtojmë atë. Kështu që prapë po kthehemi te aspekti psikologjik që duhet të merremi me veten tonë dhe jo të merremi me faktorët përreth. Është shumë më e lehtë. Zonja Vasilika, sot flitet shumë, do të thotë, për gratë, diskutohet, edhe është gjë e mirë. Të drejtat e grave. A konsideroni në bazë kësaj përvoje t'ju jetësore, po dhe të punës në përditshmëri që ju e bëni, edhe të, do të thotë, informacioneve që sot i merrni, kontakteve që i keni, a mendoni që gruaja në shoqërinë tonë është në pozicionin që asaj i takon? Shiko, problemi gruas, unë e them shpesh, nuk është vetëm problem shqiptar. Problemi gruas është problem global. Neve kemi parë para disa vitesh, kur fitoi Trumpi në Amerikë, që ishte kundër Hillary Clintonit, e cila është një mikesha e kombit ton, nuk mund të fitoj. Në Amerikë kanë fituar shumë president, veç një femër nuk ka fituar. Domethënë nuk është vetëm problemi shqiptar. Problemi gruas, edhe këtë e them shpesh, problemi gruas është problemi i gjithë shoqërisë. Nuk është vetëm problemi gruas. Unë nuk shquhem si feministe madhe shumë. Unë mendoj se secila nga ne duhet japi shembullin e vet se sa të flasi për gratë. Kemi parë shumë gra që dalin nëpër media, të cilat irritojnë më shumë gjinin tjetër se sa i shtojnë pik domethënë problemit të gruas. Duhet pa kujdes kur flasim për gratë. Angela Merkel për shembull asnjëherë se kam dëgjuar të flasë për gratë, pa ajo ka dhënë shembullin e vet. Ka dhënë shembullin e vet si një nga udhëheqëset më të mira, 4 mandate ka qenë në Gjermani, dhe në momentin që ajo ka qenë 4 mandate, jeta në Gjermani ka qenë shumë e mirë se sa është sot, se sa janë. Domethënë neve gjithsecila nga neve duhet japi shembullin e vet se sa të flasi. Dhe kur të flasim duhet kemi pak shumë kujdes. Shoqëria jonë funksionon në bazë të kuotave gjinore, politika funksionon në bazë të kuotave gjinore, në të gjitha lista duhet jenë 30% duhet jenë gratë, edhe në listat e fituesve për asamble komunale ose për në parlament duhet jenë 30%, nuk ka rëndësi a është një mashkull që mund të ketë 3 fishin e votave, nëse në renditje është kjo femra që dele para, ajo patjetër duhet dali. Domethënë shoqëria po bën për femrën. Femra shqiptare janë befasuar me femrën e Kosovës, pavarësisht se femra e Kosovës
në krahasim me femrat e Shqipërisë, flas për nënat tona dhe për vjerat tona, jo për juve, se ju jeni më re, po për moshën time. Femra në Shqipëri ka qenë goxha, si them, e emancipuar. Kjo ka ndikuar pak që në kohën e Mbretit Zog ka stimuluar shkollimin e grave shumë. Ka vazhduar dhe me sistemin e Enverozhës. Sistemi i Enverozhës ka pas anë negative plot, amante emancipimi i gruas. Unë nuk mbaj mend një grua në familjen time të vjetër hall, teze, nën, gjyshe që mos ketë punuar. Atje kanë punuar gjitha gratë. Në Kosovë vërtet nuk kanë punuar, po çuditem me dinjitetin që kanë pas në familje. Ato ndoshta nuk kanë ditur firmën e vetë hedhin, po kanë pas një inteligjencë shumë të lindur që atë besohet kanë qenë vërtet mbretëreshat e familjes. Vërtet fëmijë, sa mund ke pas 6 fëmijë, 7 fëmijë, se këtu nënat kanë bërë dhe shqyqyshi që kanë bërë me bollëk, sepse kemi qenë kundër okupatorit, edhe nuk kemi të kurrur në numër, tani jemi të kurrur në numër se njerëzit po dalin jashtë, po flas në atë kohë, edhe këto nëna kanë qenë vërtet, e kanë pasur atë inteligjencën, e kanë pas të lindur, edhe për respekt interesant, e kanë përqafuar terren. E kanë përqafuar terren vjera ime pavarësisht se s'ka ditur të hedhi firmën, të gjithë fëmijët sidomos vajzat, i kanë detyruar bashkë me vjerin time dhe me burrin e vet që të shkojnë në shkollë. Domethënë kjo është pozitivitet edhe është një gjë për të përshëndetur për gratë shqiptare. Gratë shqiptare janë vërtet heroinat. Unë thash, nuk kam qef që të flas shumë për gruan se nuk dua ta distancoj shumë, edhe faktikisht gjinin tjetër nuk e kemi kundërshtar. I kemi miq tan më të mirë. Ata duhet na tërheqin për dorë dhe duhet i tërheqin për dorë për të arritur atje ku i kemi neve pikësynimet. Kështu që ky është problemi grave, ka ndryshuar, është më mirë, shumë më mirë se sa ka qenë. Tash nuk i përmenda rastësisht këto kuotat gjinore, po ka akoma punë për të bërë. Tash nuk është ka vetëm të ne, por në gjithë botën. Në gjithë botën është problemi tjetër. E vërtet. Zonja Vasilika i përmendet më herët emrat që do thotë në Shqipëri kanë filluar tash me i marrë, do thotë emra Shqip, ose që janë të bazuar kryesisht tek emrat e shqiptarëve të Kosovës. Deshta me ju pyet për emrin e juaj. Emri juaj tingëllon si mos me qenë emër musliman. Ndoshta në atë kohë në Shqipëri nuk kanë pas shumë fokus te kjo pjesa e besimit, por një emër do të thotë me kuptim e kanë shiku. Si qëndron pjesa po unë e di që ju jeni muslimane, apo? Okej. Po. Shumë mirë që më pyete, a mbaroj Lera të vazhdoj? Po. E shumë mirë që më pyete se ka qenë një dilemë madhe ndaj meje. E kanë pasur një një qasje ndaj okupatorit, se dhe ati o fol ka që nga një emër Vasilka më duket. Edhe shpesh ma kanë ngatruar. Emri Vasilika rrjedh, faktikisht jam muslimane, nuk jam si të them praktikuese e kësaj feje, e respektoj absolutisht, nuk diskutohet. Bile shpesh kur kur kanë ardhur më përpara që vinin të këtyre sekteve të tjera, e thosha po mi e keq, por nuk mundemi se jam e një feje tjetër për te respekti që kanë. Edhe neve në Shqipëri nuk kemi qenë fetar. Enver Hoxha, fatkeqësisht kjo është një gabim shumë i madh, në vitin 1967, unë atëherë kam qenë shumë e vogël, i ka prishur objektet e kultit. Pak kanë betur objektet e kultit, që kanë qenë ato objektet tepër të bukura, dhe e ka hequr fen. Edhe unë kam qenë shkollë të mesme dhe nuk e kam dalluar mirë çfarë emrash janë musliman dhe çfarë emrash janë katolik ose ortodoks. I kemi martesat e përzierë dhe kjo është vlerë për kombin tonë. Edhe në Kosovë, por në Shqipëri është më e madhe. Po, shumë më e theksuar është në Shqipëri. Edhe Vasilika Vasiliqia ka qenë gruaja e Ali Pashte Pelenës. Prej aty do thotë është. Prej aty është emri im. Në Shqipëri ka Vasilika plot. Në Kosovë nuk ka. U fut një ditë djalime dhe pan atë entin statistikor. Ishte edhe një femër tjetër, më duket ka qenë kaçanik, po jam i sigurt nga Shqipëria duket qenë. Kur kam marrë këtu e kam pas pak problem. E kam pas pak probleme edhe me njerëzit e burrit tim. Sepse vjeri im për shembull ka qenë respekt për kujtimin e tij, se normalisht nuk është më në jetë, po ka pas qef që femrat, nuset e djemve t'i ketë
të festëve, që s'dua ta përmend, edhe derisa vjera ime i tha që mos keme raksa ashtu që është, po t'jeni sigurt burri im do më kishte marrë dhe tisha e një feje tjetër, sepse ishin te i kaluar, do me thënë ato barierat, edhe fatmirësisht edhe tek familja e burrit tim përveç vjerit, ai ka qenë pak më fetar, nuk i shikojnë pak, respektojnë fene vetë, po nuk i shikojnë kështu me detaje, se nuk duhet martohesh me një fe tjetër. Te neve Shqipëri kjo nuk ka qenë, absolutisht kam pak probleme, bile më thoshin që Vasilika, po kur kam lexuar librin e Barack Obamës, edhe ai ka pas probleme pak, Obama dihet që është nga Kenya, nënën e ka pas amerikane, edhe i thanë që ta ndryshoj emrin, i tha vlera ime është tek ky emër, se jam i veçantë, nuk ka asnjë emër Obama, edhe kështu që edhe Vasilika atëherë ka qenë e vetmja në Kosovë, tani është thash është shtuar edhe një, dhe kjo është domethënë e kaluar emri tim, po më pëlqen shumë në Kosovë, të gjithë më pëlqejnë emrin. Të gjithë thonë sa emër i bukur që është, domethënë Kosova i veçantë, është i veçantë, emri i veçantë. Kjo është shumë mirë, po do të thotë emri shumë e vërtet që e përmendet Barack Obamën, për shkak se është e vërtet që emri të simbolizon një farë forme. Edhe shumë shpesh kemi dëgjuar që nëse shembull ju kishim mendu juve me një emër tjetër, automatikisht duket sikur nuk ju shkon. Edhe për secilin konsideroj që është e njëjta. Po më ka penguar pak vlera, se unë kam marrë pjesë në politikë, kam qenë disa herë kandidate. Po më tha një koleg edhe tha, Vasilik, që qa mendon ti do votojnë Vasilikën, po harroje tha se votojnë në fakt ka marrë vota, absolutisht nuk diskutohet, po është edhe një rreth tjetër që të përjashton, mund të përjashtoj edhe nga emri. Familja jote automatikisht nuk është këtu, edhe kjo e... Po emri është etiket. Duhet pak kujdes shumë. Kur vendoset emri i fëmijës, unë e them duhet pak kujdes. Është etiket, për shembull, nëse ky është një kavanoz, ka një vlerë caktuar, njerëzit e lexojnë etiketën, pastaj e blejnë. Domethënë edhe emri është goxha është vul për fëmijën, edhe duhet pak kujdes, nuk është hajde se bëj vendos një emër. Hajde se vendosi për shembull do kështu gruaja Xhaxhajta, do kështu Xhaxhaj dhe unë e vendos. Ajo duhet bërë analizë. Ky fëmijë kujt do t'i takojë? Do t'i takoj shqiptarisë, normalisht do të emri shqiptar. Në qoftë se ti je, si them, ke qef ti je qytetari i botës, vendosja emrin si duash, ama në qoftë se do të jesh shqiptar i përjetshëm, atëherë kujdes pak me emrin. Po, unë ju kam përcjell, do thot në emisione të tjera që keni qenë, edhe që kam ka bërë shumë përshtypje, ka qenë kë pjesa juaj, do thot konstant, edhe një standard pa eskalu në asnjërin formë. Më ka bërë shumë përshtypje, për shkak se tek ne po ndodh shpesh, fatkeqësisht, që kur jemi pjesë e mediave, mandej fillojmë edhe gradualisht eskalojmë pa dashje, sipas gjitha gjasave, mirë po ngritet një lloj euforie me vetveten, një lloj vetbesimi që ndoshta nuk e kemi njoft, as nuk e kemi ditë tek vetja, edhe mandej kjo po na nxjerr disa pika të dobta ose pika tona të cilat ndoshta kemi nevojë pak me i rregullu. Mirë po te ju nuk kam pa diçka të tillë, realisht që unë këtë vlerësim e kam prej vetvetes, me aq sa kam pa, më ka bërë shumë përshtypje pjesa juaj, si e mbani këtë qëndrim, do thot pa luhatje, edhe shumë normal në kuptimin e... Unë po dalë në media, në fakt, po më thrasin, edhe po më pëlqen shumë se kanë filluar edhe në Shqipëri po më thrasin. Po largësia më ka bërë, kam shkuar disa herë, po largësia më ka bërë që edhe të hezitoj. Buri më thotë që shko, se janë njerëzit e tu, edhe kanë qefet ata të shikojnë. Ata e ndjekin fakt, e ndjekin edhe median e Kosovës, e duan shumë Kosovën. Ja u kap veshin në momentin që u kap veshi Kosovë, hop kthehen, interesi shtohet, se kanë dhe njeriu e tyre këtu. Unë nuk do me thënë se të gjitha paraqitet e mia kanë qenë ashtu qysh kam dashur. Ka pas sa gjëra që do doja mos i thosha. Ka pas sa gjëra. Por kam ja dy parime që mundohem strikt i zbatoj, mos të flas negativisht me emra, të flas për fenomene negative, po jo për emra, ti anatemoj ose ti bullizoj ose ti shaj, sepse ky është një këndvështrim. Ndoshta nuk është ashtu si unë mendoj, ndërsa pozitivisht sa të mund të flas, negativisht ja. Çka është ai detaji që e kishit ndryshu nga këto paraqitjet, nëse mundeni me ndo? Për shembull nga këto paraqitjet, të flisja më pak për historitë e mia personale, nuk dua të flas shumë për historitë e mia personale. Për detajet, jo për kështu gjërat përgjithshme që folëm sot janë detaje.
Nuk do doja të flisja, sidomos nuk doja të flisja për familjen, ta ekspozoja familjen, sepse duhet marrë leje atyre. Isha në Shqipëri një ditë edhe më thritën ato gazetare dhe kishin gjetur numrin, thana mund të vini në këtë televizion kombëtar dhe bashkë me bashkëshortin, edhe i thash unë nuk mund të them që unë po vi bashkë me bashkëshortin, pa pyetur bashkëshortin. A është interesuar ai të vi apo jo? Ai s'ishte interesuar, respekt për atë zgjedhjen e tij. Domethënë ca gjëra do doja të isha edhe do mundohen t'je, po nganjëherë mundet shpëton pak, të zë pak emocioni dhe mund të flasi, po në përgjithësi e kam ruajtur, ashtu si thatë juve, jam munduar që ta ruaj. Edhe jam munduar të jem pak vetvetja dhe sinqert. Qofse keni vënë re, Vlera, se dhe ju jeni pjesë e medias, njerëzit që janë të sinqert pëlqehen në media. E dallon spektatori ose teleshikuesi, jo spektatori, teleshikuesi, e ndjen atë tjetrin që mundohet ti impostohet, ti qet më i mirë se sa është, ti qet ndryshe se sa është, edhe fillon e përjashton. Po unë mendoj që ky sinqeriteti është shumë i rëndësishëm, mirë, po ndonjëherë ajo mungesa ndoshta e vetbesimit ose papërmbushja personale e bën njeriu në media të tentoj të shfaqet ndryshe prej asaj që është realisht. E konsideroj që kur jemi të përmbushur si njerëz, kemi mundësi jemi të lirë me u shfaq ashtu siç realisht jemi. Edhe ajo është, po kjo është pjesë e karakterit, faktikisht. Njerëzit që kanë karakterin e tillë, që mundohen të hiqen ndryshe nga sa janë, ai kështu paraqitet edhe në media, ose sipas një analize që kam bërë unë, edhe njerëz që mundohen të fshehin disa gjurmë negative të skaluarës së vet, ata mundohen që të jenë ndryshe. Po siç e thash, teleshikuesi e dallon jashtëzakonisht mirë. Kështu që është si puna e gënjeshtarit. Njeriu për shembull kur është i sinqert, flet lirshëm. Gënjeshtari duhet të ketë kujdes çfarë ka thënë më përpara, se mos bie ndesh atyre që ka deklaruar më përpara. Kështu është dhe kjo puna e këtij karakteri. I përmendet mediat e Shqipërisë. Po më intereson me ditë si ndiheni këtu edhe atje, kur jeni do të duke u intervistu. Kjo pjesa e gjuhës, pjesa e energjisë. Atje në fillim jam ndier pak më kollaj, sepse edhe shumë gjëra që ndoshta këtu do t'i thosha pak edhe ndoshta do më keq kuptonin, atje jam ndier se e di shumë mirë, domethënë. Për shembull kam pas një përvojë të keqe ose negative me një kolegun tim. Neve kemi shprehje dhe themi sa i poshtër më reqeti, kuptimin sa i poshtër qa dreqi, jo dreqi s'duhet ta përdor, se burim nuk ka qef të fjalë ta përdorin hiç, mund ta hiqni, pak qa shumë i sofistikuar, domethënë, ai e mori shumë negativ, që unë i thash nga dalë pak, se neve kemi si shpreje, në fillim duhet kisha kujdes në fakt. Po ndihe mirë, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë ndihe mirë. Po do kisha qef në Shqipëri të shkoja më shpesh, po tash që largësia nuk më lejon që të shkoj të nisem, ka stile për të dhënë, domethënë. Ka pas televizione, ka nisë dhe makinën vetë. Edhe më kanë marrë edhe kam shkuar, televizione domethënë të forta. Po të shkoj edhe t'i lë gjithë këto aktivitete, plus që jeta ime tani është në Kosovë. Unë në Kosovë njem më shumë, në Kosovë e kam familjen time. Në Kosovë kam një rreth shumë të gjerë. Domethënë jam bërë më shumë e Kosovës se e Shqipërisë. Po, normalisht. Nëse llogarit me vite jetë, po konsideroj që megjithatë rrënjët tona të grave kanë të bëjnë shumë. Rrënjët e grave kanë të bëjnë shumë, gratë e duan tepër familjen e vet. Juve e dini shumë mirë, Lore, janë të pazvendësueshëm. Familja juaj është e pazvendësueshme. E vërtet, kjo te vajzat, a ju mungon një vajzë? Po, më kam pyetur shpesh. Në fakt, nuk ka si të mungoj një gjë që se ke pasur. Okej. Interesant kjo. Unë se kam pasur vajzën, po e bëj një krahasim dhe do doja ta kisha një vajzë, sepse vajzat janë shoqet më të mira të nënës. Unë kam nevojë në fakt për një shoqe, kam shumë, po kam nevojë për një shoqe në familje. E vërtet. Po fatmirësisht do kem nuset e djemve, i kam nuset e djemve, sepse nënat që nuk kemi vajza, jemi më pak të përkdhelura. Vajzat e përkdhelin nënën. Edhe ne detyrimisht do shkoj mirë me nuset e djemve, sepse s'kemi vajza. Unë duhet të dalë me nuset e djemve ta zgjedh një fustan. Kisha vajzën, krijon afërsi vetë. Kështu që do doja të kisha një vajzë, po do Zoti njëri nga djemve bën një vajzë edhe ta shikoj edhe unë çfarë është dashuria e vajzës. Shumë mirë. Është shumë kënaqësi me dëgju prej një zonje, do thotë që i ka djem të rritur edhe të cilë do thotë ndoshta janë të martuar dhe
deklarata të tilla që të mirë kuptimit, edhe të një pozitiviteti për një jetë, të thot, sepse ky relacioni nuse vjehër gjithmonë ka qenë i diskutueshëm, edhe ndoshta jo vetëm tek ne, po gjithmonë. Mirë, po vjen gjithçka duke u shkrirë dhe kur kemi njerëz të tillë të cilët ndojnë me ndësi të tillë, mendoj që ndikon shumë në mos. Unë për shembull jam bërë pak me njohur në media që më kanë thithur pikërisht me një deklaratë tillë për nusën edhe vjerën. Okay. Ajo ka qenë shumë spontane. Edhe unë kam thënë që ose në një problem, për shembull, një problem që mund të ketë nusja me vjerën, faj, nuk mund të thuhet fajin, po gabimin e ka vjera. Faktikisht. Po, e kam dëgju. Aty e ka nisur domethënë zanafilla ime që pastaj filluan të më thrasin në media, edhe kur më ka thrit në Shqipëri thash më pyesnin më për këtë temë. Se po bëhem sikur jam kryetari i sindikatës nuseve shqiptare, duke mbrojtur nuset shqiptare, por në fakt mbaj anën e nuseve, sepse neve vjerat jemi ato që e presim teren. Ato vinë nga në familjen tonë, vinë nga një familje tjetër, rritën me një mentalitet tjetër, të përgëdhelurat e familjeve të veta. Ato janë princeshat e babi, do t'jenë të rjetë, nuk diskutohet. Dhe shumë gjëra e ka bërë mami. Ato vinë familje, edhe ballafaqohen me gjithë të problem, duhet kujdesen, në qoftë se jetojnë bashkë, se tani pak familje jetojnë bashkë, po atje ku jetojnë bashkë, po dhe sikur të shkojnë për bajrama, për festa, ato do ngrihen. Po dhe sikur të jetojnë vetëm me burrin, prapë përgjegjësi kanë të cilat... Ti presin edhe vjerin, edhe vjerën, edhe njerëzit. Të cilat nuk i kishin. Po, nuk i kishin, plus do bëhen me fëmijë. Ato mendoj janë në kaos. Edhe pikërisht kush duhet i ndihmoj? Duhet i ndihmoj vjera. Vjera duhet të jetë pak e kujdesshme pak, sepse në momentin që e ndihmon këtë vajzë, nuk ka ndihmuar vetëm këtë vajzë. E ka vulosur vajzën e ardhshme të vetën, ajo do jetë vajza e saj e ardhshme vetja. Nëse e ka ndihmuar, kur nuk ja ka për t'ia hedhur poshtë, plus do konsolidoj marrëdhënien e djalit me nusën. Edhe ai djalë do të jetë falënderues. Janë shumë gjëra që lidhen me respektin ndaj nusës. Po. Zonja Vasilika, më ka njoftu që kohën e kemi përfundu, për mu ke jashtëzakonisht shumë kënaqësi kjo bisedë me ju. Edhe për mua vlerë dhe interesant nuk e ndjeva hiç. Shumë shpejt kaloi, sikur nuk e di kisha nevojë që të shpalosja një pjesë të shpirtit tim dhe mendoj se e kam shpalosur vërtet. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Mirupafshim në episodin e radhës.